Ju përshëndesim të gjithëve, mirë se erdhët në këndin tonë të gatimit e janë të mësojmë në një recetë që ka menduar zonja Vjoca për të gjithë ne. Të përshëndesim. Mirëmëngjes. Ju përshëndesim të gjithëve, mirë se erdhët në emisionin tonë. Sot do të gatuajmë patate. Tavë me patate me perime. E pas kemi dietën plot proteina sot, duke patur parasysh mishin, kërpudhat edhe vezë. Po, janë lënë pak mangut ke yndyra, po janë proteina që kombinohen shkëlqyshëm brenda dhe arrin në sasinë e duhur për të marrë ne. Tava mund të them për 4 persona, po siguro jam nëse ne do të vendosim për brisaj një salat ose një supë, do të mendoja më mirë salat me jeshilliqe. Atëherë do të kombinohet dhe mund të hanin dhe 6 persona. Po, se plotësohen dhe në ngjyrë. Pa frikë 6 persona. Përbërësit për të realizuar këtë recet janë 500 gram mish. Mish nga pjesa e këmbës, do më thënë pjesa e këmbës e mishit që zakonisht e përdorim dhe për ragu. Kemi një kokër qep të bollshme të prerë në feta, njësoj si për salat. Kemi 150 gram kërpudha. Unë kam gatuar një recet gjatë javës, ku më duheshin 300 gram, 250-300 gram kërpudha. Tani nëse kërpudhat teprojnë, atëherë çfarë do të bëjmë? Do të kombinojmë një recet tjetër, sepse ato pakot kur i blejmë të gatshme janë nga 500 gram. E pra, unë i kisha në frigorifer dhe kërpudhat. I presim në copëzat mëdha. Prerja do t'jetë përafërsisht njësoj si do presim patatet. Kemi 500-600 gram patate, të prera sa një kafshat, që mos të detyrohemi, të kemi komoditet dhe kur ushqehemi, kemi 150 gram domate qërshi, sa e dëshironi ju prezent, po mendoj që të gjithë këtyre produkteve u shkon goxha, do t'i presim në gjysëm, dhe pastaj do të bëjmë një krem. Është ndryshe nga të gjitha tavat që kemi kombinuar dhe kemi dhënë deri më sot. Do të bëjmë një krem të kombinuar me pak krem pana, pak krem kosi. Janë në kavanoza, po. Kur janë njësoj, Po nuk janë njësoj dhe në shije janë ndryshe. Kemi 2 kokra vezë, kemi 3 thelpi hudhër, kemi 1 lug rigon që unë e kam hedhur pak aty dhe nuk do ta hedh më, mjafton. E ke hedhur te patatet. Po e kam hedhur te patatet. Kemi kri piper të zi dhe 2-3 lug djath parmigjan, si atë djathin që ne e vendosim frigorifer dhe sa për t'i dhënë pak shije. Djathi shkrin dhe vezën dhe kosin dhe ajkën e lidhë së bashku me të gjithë produktet e tjera. Unë hapi parë ka qënë patatet i qërova me 1 lug vaj, me pak krip dhe rigon, i vendosëm në furrë për 20-25 minuta, mund t'i lini dhe një kohë më të shkurtër për arsye se do të kalojnë dhe 20 minuta të tjera. Tani në tigan, do t'jem shumë e kujdesshme në përdorimin e yndyrës, do t'hedh nëse unë për një gatim përdor 4 lug, detyrimisht një lug vaj pa tjetër do t'a heq, por edhe 2, ato që kam probleme, mund të heqin dhe 2. Do më thënë do t'hedh shumë pak vaj, si që shikoni. Dhe me njëherë do t'kaloj mishin sa të kapet mishi. Atë tavën në kitë lutem, do të më ndihmosh, mos i bë duart me hudër, si se i bëjëm. Këtu një patate, provoje në qik, është gati, e gatuar. Është e but nga brenda dhe shumë e mirë, po. Është shumë e mirë, po. Tani, vendosim mishin tash të prerë në kubik, aq sa ne të ushqehemi këndshëm. Sa është një kafshat. E ka urdhisi mishin sa të ndryshoj pak ngjyrë dhe me njëherë do të shtojmë këtu qepën, bashkë me hudrën. E lëmë edhe pak mishin. Marja të ngjyrën që... E vendosim patatet në furrë? I vendosim përsëri në furrë? Po, i vendosim përsëri në furrë se na ftohen shumë. Dhe me njëherë, kur të bëhen gati përbërësit e tjerë, i hedhim. Është shumë e thjeshtë. Po do ta ulim temperaturën apo ta lëmë në këtë temperaturë? Ule pak se ngrejmë më vonë. Temperatura është 180 gradë, jo më shumë, sepse pothuajse patatet që janë ato më kryesoret, po gatuar. Pjesa e mishit, që është zgjedhja që kam bërë unë, tash pjesa e këmbës, gatuhet shumë shpejt. Koha që do të kaloj këtu, së bashku me qepën dhe me hudrën, dhe pjesa që do të kaloj përsëri në furrë është e mjaftueshme që ne ta konsumojmë siç dëshirojmë. Edhe nga ngjyra duket që ke marrë mish të freskët të mirë, sepse duhet të ketë rëndësi kjo pjesa e lëndës së parë të gatimeve. Ja, ndryshoj pak ngjyrë
mishi ka pjesën e yndyrës vetë, prandaj unë u detyrova që hodha vetëm 2 lugë vaj ulliri. Hedhim qepën të prerë në feta, së bashku me hudhrën. Niki, do të lutem vetëm domatet në gjysmë. Është një recetë që gatuhet shumë thjesht. Ndonjëri mund të thotë janë gjithë këto përbërës që nëse ne do të kemi kohë, këtë punë po e bëj për të shkurtuar kohën e gatimit, nëse ne do të kemi kohë në shtëpi, mund t'i vendosim në tavë dhe të gjalla, që të gjitha, dhe çfarë do të hani. Se ndonjëri mund të bëj pyetje me temperaturë mesatare, besoj, që 180 gradë. 180 gradë. Nëse do avem 200-220 gradë, është kujdes gjithë sekreti i gatimit që ne të ushqemi këndshëm dhe të realizojmë një recetë të gatuar mirë, është gjithmonë tek temperatura. Unë e kam thënë shpesh këtë, por ndonjë nuse re se ka filluar koha të ngrohet edhe kanë filluar dasmët. Familjet e reja kryesisht. Prandaj, nëse ne përsërisim diçka nga këto këshillat për gatimin, sigurisht nuk e përsërisim as për vjollcën, as për mikeshat e mia, e përsërisim për ato vajzat e vogla dhe të reja që duan të mësojnë të gatuajnë. Pra, këtu mishin aty, kemi hedhur edhe qepën. Do të hedhim dhe kërpudhat për 2-3 minuta. Këtu, në këtë tas, do të hedh fillimisht vezët. Do fillojmë tani me përgatitjen e këtij kremi që do jetë me disa përbërës. Pak krip. Kremin e kosit. Ja, Niki dallon që është këtu afër. Ndoshta nga ekrani janë... Sepse në ekran duket sikur janë dy gjëra të njëjta. Është pak më i trash kremi i kosit. Edhe kremi panës është më i lëmuar. Po, më i lëmuar dhe është pak më i hollë, shikon? Po, duket. Ja, pak nga pak u mbushtasi. Edhe djathën parmigian besoj do ta hedhësh te ky tas. Ndërkohë kemi dhe majdanozin. Jo, aq shumë. Në fund fare, Jo, këtu te ky kremi do ta hedhim dhe majdanozin. Por do të hedhim shumë pak dhe kryesisht gjethet. Ja, këte nga gjethet. Ishte terzat që janë tani jeshile, të freskëta, duhet të dominojnë në kuzhinë. Jo shumë, 2 lugë gjelle të grirë imët do të mjaftonte. Ja, shumë pak. Tek pjesa e gjetheve. Ndërkohë, unë do të bëj një përmbledhje të recetës, të tavës me mish, patate dhe perime. Duket sikur është një tavë këshillëzakonshme me tavë me patate dhe me mish, por komplet ndryshe nga ajo që kemi mësuar ta gatuajmë tavën e patateve. 500 gram mish tull, 500 apo 600 gram patate, 1 kokër qep, 3 thelpinj hudhër, 150 gram kërpudha, 150 gram domate qershi, 200 ml pana, 100 ml krem kosi, 2 vezë, 50 gram parmigian, 2 lugë gjelle majdanosi grirë, 1 lugë çaj rigon, 3 lugë gjelle vaj ulliri, krip, piper, izi. Me leximin e tabelës, bëjmë një shkëputje publicitare zonja Vjollca dhe rikthehemi me vazhdimin e recetës. Duam ta përfundojmë paktën vendosjen e përbërësve në furrë për tu pjekur dhe për ta përfunduar pjekjen deri në pjesën e dytë. Publicitet. U rikthyem shpejt dhe tani është momenti që ne të gjithë përbërësit që përgatitëm të përfundojnë në tavë dhe t'i vendosëm për tu pjekur, sigurisht. Hodhëm dhe pak piper të zi këtu dhe tani afroj tavën. Tava ka pak lëngë dhe kështu duhet jetë, për arsye se nuk duam, nuk duam që ta thajmë fare dhe në momentin që ne ta vendosim në furrë, kosi do të na pikset për njerë se vepron dhe veza dhe djathi dhe nuk do të ham një ushqim të thatë. Pra pak lëngë aty hodhëm dhe kërpudhat, lëngu i kërpudhave dhe i qepës duhet të jetë prezent. Nuk i thajmë dhe nuk i japim gjyrë dhe i hapim copat e mishit që në momentin që ne të marrim ta shërbejmë, se cili nga ne të ketë mjaftueshëm. Pra, deri këtu duket shkëlqyeshëm. Nuk kemi hedhur dhe domatet. Hedhim dhe majdanozin tek kremi që kemi përgatitur. Do të shpërndajmë këtu edhe domatet. Sigurisht që ato do të lëshojnë. Bravo. Do të rrudhen nga nxehtësia. Por që të harmonizohen, të jenë të gjitha
Djathin e hodhëm të kremi? Ja, du të hedhim dhe djathin tani, dhe madje domatet mirë është që mos rrinë kështu nga largë. Pjesa e prerjes të ri nga poshtë që të nxirrin atë lëngun e tyre, domatet qershi nuk qërohen, kështu do t'jenë. I vendosim dhe një qik, mi këthej qik një këto se i ke, ja, shkëlqyshëm. Shumë mirë, tani e trazojmë. Si vendosje të përbërësve kemi të ekuilibruar tavën. Edhe mishin dhe kërpudat në gjdo... Qatave është kjo, do t'a provoni dhe do më kujtoni. Hedhim dhe këtë djathin këtu. Dhe tani e mbulojmë komplet sipërfaqen. Kam përshtypjen se nuk do të ketë nevojë fare për ndonjë shoqërues si recetë, sepse ka edhe perimet, ka mishin, ka proteinat, gjitha i ka. Unë thash vetëm me sallat jeshile. Një sallat të thjesht fare, marull, me çfarë të dëshironi ju, vetëm me kastravec, me çfarë të keni qef, me qep të njoma, me... Ja. Kjo ishte e gjitha. Të gjithë përbërësit përfunduan në tavë dhe tani do të respektojmë përsëri atë temperaturë që kishim, 180 gradë. Asnjëherë mos tentoni që jo ta rrisim që ta bëjmë shpejt, nuk bëhet shpejt, vetëm prishet. Të mbulohen të gjithë përbërësit me... Po, që mos thahet mishi, ja, kjo salsa në ndihmon. Edhe djathi parmigian do të ndihmoj të kur I lidh komplet përbërësit. Ja, shumë mirë, tani e vendosim në furrë. Ka përfunduar tava, kjo ishte, le themi, procedura e punës në përgatitjen e tavës me mish, patate dhe perime, kërpudha, perime ishin domatet, pomodorini, qepa. Ishte kërpudha, qepa, bashkëpunim me njëra tjetrën, edhe proteinat janë të balancuara. Edhe patatja perim është. Po, sigurisht, e patatet të cilat u gatuan më parë. Po, ka gramatur më tepër patate se sa domate, apo kërpudha, apo dhe përbërësit që janë, le themi, në një gramatur më të madhe, janë të përbërën e recetën. Mirë, po e vendosim në pjekje, në temperaturën... Tani, sa do t'a lëmë? Nëse ne do t'a kishim vendosur tavën me të gjitha perimet të freskta, si që ishin, edhe mishin, ashtu si që ishte, do t'gatuaj, do t'na duaj një kohë 5-10 minuta dhe në 60 minuta në furrë në këtë temperaturë. Ka të bëshme dhe tava, se do t'jetë paket sekët. Po, sigurisht, po, patjetër. Ndërsa, nëse ne i gatuam patatet, do më thënë një 20 minutë ishim avans, atëherë tani për 25 minuta, 20 minuta, gjithë shka është gati. është gati. Ne do të kthehemi në pjesën e dytë pas fleshit informativ për të përgatitur recetën tjetër për bërësit i kemi në Tyres, kështu që në ndishtë një mos u largoni. Mishte erdhe, të vazhdojmë të jemi në këndin tonë të gatimit në Vila 24, është pjesa e dytë, nuk ja kem prezentuar anvisave recetën për cilën do të punojmë tani zonja Vjolca, po shoh brokoli që është në krye të, le themi, të recetës. Po, është brokoli me prosciutto dhe me parmigian. Është një pjatë që nga shikimi në pamjet parë, duket, është e dukshme që nuk mund të kombinoj me recetën sot, sepse aty kishim, po, kemi mish prezent dhe nuk është nevoja që ne të marrim akoma kalorim nëpërmjet prosciutës. Kjo recetë mund të konsumohet patjetër në drekë, edhe në darkë, si recetë më vete, po, e gjenë vendin që po. Nëse ne kemi për shembull një pastë pa prodhime deti, pa mishra, një pastë që mund të ketë për shembull perime të tjera, jo brokoli, por mund të jetë edhe e thjesht fare me salcë, dhe mund ta kombinojmë shkëlqyshëm. Dhe në këtë rast do të merrte trajtën e një sallate. Mund ta ham kështu siç është, ta konsumojmë kështu siç është në darkë. Dhe kemi marrë brokolin që ju tashmë e dini të gjithë, keni informacionin në dur, që brokoli është një nga perimet që ka fuqi antioksiduese të mrekullueshme e na bën shumë mirë për shëndetin. Tani, këtu kemi 500 gram brokoli. Kemi thënë që dhe trungu, pjesa e trungut, e bishtit, e kërcelit, bravo, është e goditur, nuk do ta hedhim. Madje në kërcel janë akoma dhe më tepër të përqendruara, po, vlerat ushqimore. Por duhet ta qërojmë, ashtu siç qërojmë dhe
selinon nga fijet, do ta qërojmë dhe kërcelin nga pjesa e errët që ka. Se do pak më tepër kohë kjo për t'u gatuar pjesa e kërcelit, ose është më e fortë. Patjetër. Po dhe kjo nëse i kalon koha e duhur, ndryshon ngjyrë. Do të mjaftonte edhe kjo 7-8 minuta që të ishte al dente. Atëhere, do ta qërojmë dhe do ta presim në shkopinj të tillë me 3 cm. Brokolin e kemi ndarë në lule të vogla dhe e kemi shpëlar me ujë të bollshëm. Madje gjatë kohës që ne qërojmë kërcelin, është e dukshme nëse aty mund të ketë ndonjë insekt apo jo. Se është një nga perimet që vërtet mund të hyjnë insekte. Kemi 200 gram prosciutto, flas për 4 persona, dhe për 4 persona 50 gram është minimalisht, aq sa mund të hani juve një hamburger, por në rastin tonë këtu e keni me perime dhe nuk e kemi me. Dhe një kokër qep të vogël ose një gjysmë qepe mesatare. Kam vendosur në tigan 2 lugë vaj ulliri dhe do të hedh qepën. Pra, unë kam këtu gjysmë qepe. Do të ka urdis pak qepën për 1 minutë vetëm dhe me njëherë këtu tek qepa do të hedh edhe prosciuton që është e gatuar. Kemi dhe 60 ml koncentrat pule ose perimesh. Ne çfarë kemi zgjedhur? Perimesh. I ka urdis të dyja këto derisa ta shoh që qepa ka filluar të zbutet, se siç thash, prosciuta është prosciut e të mosur, prosciut e gatuar pra. Sa të zbutet qepa, unë do të hedh fillimisht kërcelin, do të hedh lëngun e perimeve dhe me njëherë do të vendos brokolin. Sa të thalu brokolin? 4 minuta janë shumë, që derisa këtu ka më tepër se 60 ml. Është një recetë që ne mund të kemi prosciutto në frigorifer që kemi marrë për në një tost apo për në një ushqim tjetër. Dhe nuk e dim që duke pasur dhe një tuf brokoli, mund të bëjmë një pjatë më vete. Edhe një vakt më vete. Dhe që të na shijoj shumë. Ja, qepa filloi të zbutet. Më shpeshta që ku e përdorim brokolin në formë sallate, është ta ziejmë dhe ta kombinojmë për shembull me patate dhe me karota, po pse jo, pas ka dhe mënyra, sigurisht që ka dhe mënyra të tjera të shfrytëzimit të brokolit, se është në tregë dhe çuditërisht patatja është një nga perimet që po thuajse e ke prezent në çdo recetë, por që kombinohet, desha të them këtu, me të gjitha perimet. Hedhim tani kërcelin, e lëm kërcelin për 1 minutë dhe do të hedhim me njëherë lëngun e perimeve dhe ta lëm, ja, kaq, kisha një qik më shumë, thash, e lëm këtu njerë, se si dihet se si shkon puna. 2 minuta bën shumë punë, nëse ne kemi për të gatuar një perim al dente. Ato 2 minuta, nëse unë lulet e brokolit i lë 2 minuta më shumë, e kam demonstruar këtu që ndryshon ngjyra komplet. Nga një ngjyrë e bukur, shkon në një ngjyrë që ne edhe syri nuk na i hajë. Po edhe në shije nuk është shumë... Sepse i ka shkarkuar të gjithë vlerat ushqimore. Është vërtet, unë pasim vlerat sa më shumë të qëndrojnë, të paktën për perimet e familjes crucifere ne kemi thonë lulelakra, brokoli që janë dhe të ngjyrave të ndryshme, por në varietetet tona janë pikërisht kjo ngjyrë e brokolit, se ka dhe ngjyra të tjera, apo edhe lulelakra gjithashtu. Sa më pak të ziehen, 3 minuta është një kohë e mjaftueshme që ato të konsumohen, dhe ne të marrim gjithçka që na ofron. Tani i trazojnë bashk, i vendosim pak fare kapakun, që avujt përplasen, dhe do të shosh dikush tjetër, nëse dëshiron, mund të përdori edhe një 2 pika limoni, po dhe mund të mos përdoret fare, sepse qepa, brokoli dhe prosciuta kanë një shije që është e veçantë, është ndryshe. Limoni me vitaminën C mund të ndihmojë në përthithjen akoma më shpejt ndoshta të ekurit apo të përbërësve ose vlerave ushqimore që kanë secila. Mund të përdorni edhe një çik domate për këtë, kemi thënë që është domatja në kombinim me brokolin
bën këtë që thotë Po Niki. edhe ngjyra njërë, që nga ngjyra e kombinimit kuqes me jeshilen pastaj dhe ngjyrat flasin sigurisht në gamën e shëndetit që ofrojnë perimet me ngjyra. Bëjmë një përmbledhje, çfarë po gatuajmë në këtë pjesë të dytë? Kemi brokolin si përbërësin kryesor, i cili është 500 gram në kokorqep, 200 gram prosciutto, 60 ml lëng perimesh, mund të jetë dhe lëng pule si pas preferencës, njëse 2 lugë gjelle vaj ulliri në total për këtë recet, 2 lugë gjelle parmigiano dhe krip piperi zi që janë përbërës që sigurisht pa to nuk marrin shije dhe receta. Brokoli me prosciutto dhe djathë është titulli i recetës, ndërkohë i kujtojmë anvisave që në tavën tonë do të hetë shumë fare pak krip, edhe pak minuta nga për arsye se lëngu i perimeve ka vetë kripë, do të shumë fare pak. Plus që kemi dhe djathin parmigiani cili ka gjithashtu sasi kripe. Nuk e dia e dalloni ju, po këtu brokoli fillon bëhet pak si transparent kur ka filluar procesi i zjerjes. Dhe pak nga pak, komplet lëngu këtu do të avullojë, nuk do të ketë lëng. Edhe pse unë vendosa kapakun, që zakonisht perimet nxjerrin lëng vetë, qepa është bërë transparente, e ka lëshuar lëngun e saj dhe tani fillon për thith lëng tjetër. E ka këtë vetë edhe qepa. pak minuta lëm aty dhe gjithçka përfundon me këtë recet. Do bëhemi gati më pas për ta serviru, për të njohur me kostën, për të shpjeguar anvisave dhe njerë se çfarë përgatitet me tavën, si e sollëm atë tavë me patate, me mish, me kërpulla dhe me perime. Dhe pse kemi ndryshuar komplet atë mënyrën tradicionale të gatimit të tavës me patate, duke qenë se mënyra më tradicionale është patatet edhe mishi. Patate, mish, me qep, pa qep, me domate, pa domate, me salc, pa salc, po. Mund të vendosen ashtu të thata, se që kemi thënë patate furre, që në këtë rast mund të bëhen edhe me suxhukre, me salamra të ndryshëm, por kjo është pak më e moderuar, jemi larguar pak nga tradicionalja, por që ka një shije shumë të mrekullueshme. Edhe pse gatuajmë ndonjëherë këtë në shtëpi, her pas here, jo her pas here, po zakonisht kthehemi ke ajo që jemi mësuar ne të konsumojmë. Po, është edhe një vakt që shumë shpangim bukën, sepse ka mishin dhe kërpudhat, edhe vezët, është bukë e gjellë bashkë. Dhe ka kalori sigurisht. Po, aty ku është prezent patatja, unë kam theksuar që nuk është nevojë që të nxjerrim bukë. Mirë, do të njemi me kostët për se cilën recet, sepse do të shpjegojmë dhe njerë tavën më pas zonja Vjosa, se si e përgatitëm tavën me perime, me patate, me kërpudha, me domate dhe me disa lloje të tjera perimesh. Ja ku i keni përbërësit e kësaj recete, e cila për 4 persona ndoshta dhe për më shumë është 690 lekë. Ju kujtojmë se kemi mish në përdorim, kemi kërpudha, aq më tepër që basketën e kërpudhave që ne përdorëm sigurisht që kemi ndarë në 2 pjesë dhe mund ta përdorim edhe për një recet tjetër, apo jo, mund të përdorim një krem sup me kërpudha. Unë kisha 300 gram kërpudha kur mbusha patatet. Në fillim të javës, bëm patatet të mbushura me kërpudha. Po, në ato patatet e mëdhaja. Vasketa ka 500 gram. Tani unë më tepruan 3 kërpudha të mëdha, që ishin mesatarisht 150 gram. Atëherë, mendova që të sjell një recet tjetër përsëri me kërpudha, se për javën tjetër ato do të nxiheshin dhe nuk këto bëjmë ne mamat në shtëpi e në gjyshet. Edhe zgjidhe, sepse duhet të kemi kujdes dhe kur i zgjedhim këto vasketat e kërpudhave. Sigurisht, duhet të bardha, të jenë të bardha. Të errta ato erësohen dhe mbritet në vazhdim. Duken ato. Ato kur erësohen dhe squllen. Nëse ajo është squllur, unë asnjëherë nuk e përdor. Domethënë ajo duhet të jetë jo kërce, po duhet jetë fort. Po edhe këtu, kur ne ndajmë në 2 pjesë, sërish duhet kemi kujdes mënyrën se si ta mbajmë dhe në frigorifer, sepse gjithmonë të mbuluara në atë qesen e vet që mos t'i hyj ajri, ose nëse nuk është në vasketën e vet, në një pjatë me celefon, jo që të marrë ajër. Po, anvisat tashmë jam bërë ekspert edhe përmes këshillave që nuk kemi sjellë her pas here, për mënyrën se si duhet i ruajmë frutat perimet në frigorifer, në cilin sirtar, apo në çfarë mënyrën e duhet t'i mbrojmë ato që të mos prishen shpejt dhe që mos u mbasin vlerat pa i gatuar ende. Servirim pjatën e brokolit me prosciutto dhe djath, duket që ngjyrat absolutisht nuk kanë ndryshuar, të brokolit. Me qënë se kemi me merak për ta sjell të rëndësisht me vlerat që aja përmban, dhe mos për femrat është shumë e rëndësishme ta konsumojnë brokolin, sa më shpesh edhe fëmijët. Edhe aq më tepër për gratë shtatzana, duke ditur që ka shumë
vlera ushqimore. Kemi folur shpesh dhe s'duam që t'i përsërisim dhe kostoja është 340 lekë për 4 persona. Tani, pjata me djath ri gjatë servirjes ri, ashtu si që kur ne përgatisim pasta, gjithmonë kemi pjatën dhe në momentin që ta konsumojmë, sepse po ta edhim tani, sigurisht që djathi do të filloj që të shkri. E pse jo, kjo nuk është një pjatë për darkë, që s'ke nevoj të konsumosh më absolutisht asgjë tjetër, as buk, as gjë, është shumë e shëndetshme. Edhe me një aromë djellëse kështu të mirë dhe... Sepse është qepa që nuk duket fare, që nëse ti do t'i jesh diku ta konsumosh, një gjysmë qep që nuk duket fare, dhe që ti thua se çfarë ka, jo po s'ka vetëm brokoli, jo s'ka vetëm prosciutto, është ajo qepa sekretisht ke qepa. Po, që ajo duhet jetë transparente dhe duhet mos duket, se ka njerëz që dhe nuk e duan fare në gatim, po ato amvisat kanë ato që se duan hallin që e vri shumë imën, në mënyrë që paktën të bëj atë lidhjen e vet të përbërësve, të krijojë atë lloj salce që duhet në gatim, por edhe të mos ndihet në shijen e të afërmëve dhe familjarëve. Ne do të bëhemi gati më pas për të servirur edhe tavën, besoj se do të jetë momenti për ta prerë dhe t'i lëm pak minuta të ftohet, do t'a nxjerrim nga fura, po që të bëjmë një publicitet dhe rikthehemi më pas për ta servirur, apo si mendon? Do t'a shohim. Mirë, një hapësirë shkurtër publicitare, bëhemi gati për të servirur pjatën tjetër. Në këtë hapësirë të fundit të këndit të gatimit këtu në vilën tonë, ne do donim t'ju tregonim se çfarë trajte përfundimtare do të merrte tava juaj nëse do ta përgatisnit tavën që solli sot zonja Vjollca me mish, me kërpudha, me perime të ndryshme, me patate, të cilat nuk duken pikërisht nga kjo dhe ky kremi që hodhëm, duket sikur janë përnjëshme. Në fakt është e nxehtë, nëse do t'ishte pak më e ftohtë, do pritej është mpiksur goxha, po do pritej shumë më bukur. Ja. Po për të bërë është bërë, e kanë fjalën, nuk është se vetëm do të të pak më tepër kohë për të shiko sa lehtë që pritet mishi, po. Është kohë mjaftueshme. Shumë nga ngjyrat dhe nga aromat që ka, mezi po presim që edhe ta provojmë, por edhe ta përgatisin anvisat, cilat na kanë ndjekur sot edhe... Ja, është shumë e nxehtë. Është shumë e nxehtë se ndryshe do të na dilte tamam si pastiqe. Ja, u mundova pak. I ke marrë hak të kësaj copës tjetër, mund ta plotësosh po të duash me një dy pjesë të vogla. Vetëm pataten ka këtu. Do më dësh dhe mua pak të pjata e vogël, ta provoj pak. Mund të provosh edhe këtu, Edhe një herë, po. Ja. Po edhe kështu me këtë kremin dhe me kombinimin e mundshëm mes mishit, mes kërpudhave, kjo tavë pra ka mish, ka kërpudha, ka patate, ka domate, ka një lloj kremi që e përgatitet zonja Vjollca me krem kollësi, me krem pana, me 2 kokë ravez, me djath parmixhan, hodhëm edhe majdanos, krip sigurisht dhe u trazuan me njëra tjetrën dhe u mbuluan të gjithë përbërësit. Dhe s'kemi hedhur as pak ujë. Jo, është vetë lëngu që ka lushuar domatin. Është vetë lëngu i domates dhe i perimeve dhe ka një shije të mrekullueshme. Mendoj që është mjaftueshëm për një porcion, nëse do ta shoqëroni këtë. Ti gjithmonë na surprizon zonja Vjollca, gjithmonë na kënaq. Ka dalë fantastike kjo tavë. Më bëhet shefi. Dhe jam e sigurt që sa e nis atë, sa po e nis po, fiksa jo, është djathi parmixhan i cili ka bërë lidhjen e përbërësve me njëra tjetrën, paktën kështu arrita dalloj edhe kështu nga afër. Qepa që nuk duket fare, ka një aromë të mirë dhe që të fton ato gatimet pavarësisht se nuk është gatim tradicional, të ngjan sikur është gatim tradicional me aromë dhe me atë shijen që ka, është ngrohtë kështu të fton. Edhe një gotë verë për shembull dhe atë sallatën jeshile që sapo the dhe çfarë do të hani. Mund ta përgatisni që sot nëse keni 2 copa mish tul, sepse duhet mishi, pak kërpudha edhe përbërësit e tjerë cilët janë lehtësisht të gjendshëm. Kur ti e nis për shembull dhe do më kujtoni dhe çfarë do të gatuani, unë pres të hap pikërisht një mrekulli kështu siç e kam këtu në dorë, të cilën do ta vazhdoj sapo të ftohet dhe duhet të përshëndetemi pak me anvisat. Duke i uruar një ditë të mbar. Ka filluar procesi tani që është bërë refleks. Dhe uji fab është megjithënë një ujë që nuk e ndroj me asnjë lloj ujë që kanë. Është gjithmonë në çantën tonë, në kuzhinën tonë, në tavolinën tonë. Të falenderojmë zonja Vjollca për gjithçka na sjell në kuzhinën tonë, për ngjyrat, shijet dhe na lehtëson ditën.
Po ajsa edhe Balkan Web, nëse ju nuk keni kohë të na ndiqni, keni rubrikën gatimit, gjitha recetat e zonjës Vjollca, i keni aty me fotografitë që madje do të fillojmë që i bën Niki çdo ditë. Ti bëjmë tani fotot. Ndërkohë mund të na gjeni gjithashtu edhe në YouTube, Këndi Kuzhinës Vila 24. Ne bukurinë e pjatave sigurisht që do ta tregojmë edhe në balkanweb.com. Të pëlqyen? Perfekt. Ku diskutohet? I gjejmë pas pak anvisat, i gjejmë pas pak me pjatën komplet siç është në tryezën tonë, do ta gjeni foton tek balkanweb.com me gramaturën dhe me shpjegimin e secilës recet. Ashtu i gjeni gjitha recetat e zonjës Vjollca, për ju që doni ti përsërisni sepse jo gjithmonë mbahen mend, kur ne i gatuajmë dhe elementët bëjnë diferencën. Ne ju falenderojmë që na keni ndjekur. Shihemi nesër zonja Vjollca. Bashkë me publikun do takohemi në pjesën e tretë. Është një projekt shumë interesant i dy vajzave adoleshente të cilat e sjellin pikërisht nga Kanadaja, nga shkolla ku ato studiojnë, e sjellin këtu për bashkëmoshatarët e tyre. Është një projekt ambicios, ashtu siç janë dhe vetë vajzat, që ka të bëjë pikërisht me të mësuarit e shekullit të 21, sepse problemi i madh nuk është sa dim, po si duhet të dim. Se vetë recetat është mjafton të dish sesa ti kesh përbërësit edhe mos i shfrytëzosh në kuzhinën tënde. Takohemi në pjesën e tretë. Mirupafshim.